BKT pranon qytetarëve u klonohen kartat dhe u boshatisen llogarit. Kishin vënë kamera. Një numër klientësh të Bankës Kombëtare Tregtare janë përballur me një surprizë të pakëndshme, teksa kartat e tyre janë zbrazur në mënyrë të mistershme. Kapitali identifikoi një së rastesh ku kartat rezultojnë të jenë përdorura në shtete të ndryshme. Në një rast, karta e një qytetari rezultoi të ishte përdorur në Bullgari, duke blerje në një shumë të konsiderueshme me mijëra euro. Në një tjetër rast, parat ishin marrë në Itali dhe kështu me radhë. Pas këtyre informacioneve, Kapitali u drejtua BKT-s zyrtarisht për të mësuar se çfarë ka ndodhur. Banka pranoi se kartat janë klonuar nga një automat në Tiranë, ku autorët e vjedhjes kishin instaluar një kamera. BKT thot se ky fenomen ka zgjatur vetëm një orë dhe pastaj thyrja e sigurisë është diktuar nga stafi i saj, ndaj sipas bankës numri i kartave që është klonuar është i vogël, ndërkohë BKT bën të ditur gjithashtu se qytetarët që kanë pre vjedhjes do të rimpulsohen sërish. Kapitali nuk arriti të provoj për masat e fenomenit në mënyrë të pavarur, por fakti që arriti të identifikoj disa raste brenda një kohe të shkurtër tregon se fenomeni mund të jetë më i madh nga sa vetë banka pranon. Gjithsesi, përmes përmasave, thyrja e sigurisë në bankën më të madhe të vendit përbën një shqetësim i cili ngre edhe një herë nevojën për investime masive për sigurinë kibernetike nga sektori bankar, veçanërisht në epokën e digitalizimit.